A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falëndërimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Përshëndetjet tonat për zemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët, të cilët e kanë ndjekur rrugën e Islamit, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Dëgjues të nderuar, si më parë edhe sot, tek popullata jon janë festuar festa të ndryshme pagane dhe të feve tjera, të ndikuar nga bashkëjetesa me popujt, kulturat dhe fe tjera, po ashtu edhe nga historia jon, ku një numër i madh i popullatës i ka takuar fesë krishtere, ku njerëzit me konvertimin e tyre në Islam kanë mbartur me vete edhe festat dhe traditat e vjetra, kështu që kanë futur në kulturën e tyre edhe gjëra të huaja për fen ton. Kështu që më herët kemi vërejtur tek popullata jon muslimane, që është festuar në mënyrë aktive festa e Shën Mitrit dhe Shën Gjergjit, dy priftërinjve, por me kalimin e kohës, këto janë larguar prej traditës sonë. Por njerëzit të cilët duan të dëmtojnë fen islame, si nga jashtë ashtu edhe nga brenda, nuk lënë të kaloj shumë kohë dhe fusin në mesin e muslimanëve përsëri festime të huaja. Ku sot, tek popullata jon, kanë filluar të festohen në mënyrë aktive festa e Shën Nikolasit për vitin e ri, si dhe në kohën e fundit edhe një fest tjetër me prejardhje pagano-krishtere, e quajtur Shën Valentini apo dita e të dashuruarve. Ne sot do të flasim për këtë të fundit, që popullata e jon të e kuptoj realitetin e kësaj dite, sepse rinia në mënyrë të verbët e ndjek çdo gjë që plasohet në media. Andaj jemi të obliguar të thërrasim rinin që të largohen nga kjo fest. Do të fillojmë me historikun e Shën Valentinit, për të parë se çka në realitet simbolizon ai dhe prej nga e ka prejardhjen festimi i ditës së tij. Kjo ditë festohet me datë 14 shkurt, që ka qenë ditë e shenjtë tek paganët romak, të cilët këtë ditë ja kanë kushtuar Luperkusit, zotit të tyre të fertilitetit, fekondimit dhe pjollorisë, ku në këto ditë kanë bërë sakrificë kafshë të ndryshme si dhit apo qent për zotin e tyre të pjollorisë. Edhe tek okultistët, muaji i shkurtit simbolizon dashurinë, lindshmërinë dhe aktet intime. Pastaj, të krishterët e kanë adoptuar këtë fest prej paganëve, e për hir të një shenjtori krishter i cili ka jetuar diku 269 vjet para erës sonë, i cili është djegur për së gjalli, ndërsa ajo që ka ngelur prej tij është varrosur një pjesë në kishën Praks në Rom dhe një pjesë në kishën Carmelite në Irland. Kjo datë deri vonë nuk është ndërlidhur as pak me çështjen e dashurisë, por thjesht sakrificë së shenjtorëve të krishterë. Shën Valentini ka qenë një prift i cili ka lidhur martesa në mes çifteve në kohën kur perandori romak ka lëshuar urdhër që ushtarët të mos martohen, shkaku i dobësimit të tyre. E me këtë vendim nuk ishte i pajtimit Shën Valentini, i cili ka lidhur fshehurazi lidhje kurore në mesin e ushtarëve romak, kështu që kur kupton mbreti romak e burgos për një periudhë, e më vonë e dënon me vdekje. Ekzekutimi i tij thuhet se ka ndodhur më 14 shkurt, prandaj edhe ka ngelur dita e Valentinit më 14 shkurt. Mbreti Henry VIII e ka shpallur ditën e Valentinit si festë shtetërore në vitin 1537, por në vitin 1969 kjo ditë është larguar nga kalendari i festave krishtere, sepse priftët kanë vlerësuar se kjo festë nuk ka asnjë ndërlidhje me fen krishtere, po se me datë 14 shkurt është djegur për së gjalli Shën Valentini. Shohim se edhe vetë Shën Valentini është dënuar nga perandria romake se ka kurorzuar njerëzit në mënyrë të jashtëligjshme, që po praktikohet edhe sot e kësaj dite,
ku njerëzit në emër të dashurisë bashkëjetojnë dhe jetojnë si burr e grua pa asnjë lidhje martesore. Edhe kjo festë, si të gjitha festat tjera, është bërë një formë për të mbushur buxhetin dhe harxhimin e pasurisë së njerëzve, ku vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2019, popullata ka harxhuar 15.7 miliard dollar për dhurata në ditën e Valentinit, kurse në Britani harxhohen 986 milion funta për ditën e Valentinit. Këtu shohim se sa njerëzit janë të dhënë pas harxhimit të pasurisë në gjëra të kota. Fatkeqësisht, ky fenomen apo kjo anomali po lëshon rënjet e saj edhe në shoqërinë tonë, ku të rinjt të pasionuar nga ajo që bëjnë të huajt, si dhe nga zbukurimi që i bën haramit shejtani, ato mashtrohen pas këtyre festave dhe mundohen të praktikojnë në mënyrë të përpik këto gjëra. Po dëshirojnë të mbjellin tek rinia jon dashurinë dhe flirtin në mes të rinjve, e pastaj t'i caktojnë këtij harami edhe një ditë feste, që të legalizohet dhe shndrohet në një fe moderne. Sot po jepet një pasqyrë e rrejshme se çka është dashuri. Është një deluzion që u paraqitet të rinjve koncepti se çka është dashuri. Sot të rinjt janë të stërngarkuar me filmat e serialeve televizive, me muzikë romantike, ku është dhënë një pasqyrë e gabuar se çka do të thotë dashuri. Sot po shkelen fundamentet kryesore të familjes, në emër të asaj që media ne e paraqet si dashuri. Të rejat sot janë në gjendje të harrojnë babain dhe nënën, familjen dhe të gjithëve t'ua kthej shpinën për romancën e saj të madhe. Harron se kush e riti atë. Harron se ka përgjegjësi dhe hak të prindërve. Harron ajo vajzë që martohet pa leje me të dashurin e saj, se kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindit, e hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindërve. E ajo vajzë e cila ikën prej shtëpisë për të martuar me princin e saj në kal të bardhë, harron se Allahu është i hidhruar me të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kthei prap një djalosh i cili deshi të shkojë në xhihad, vetëm pse i kishte lënë të mbërzitur prindërit dhe ishte nisur pa lejen e tyre në luftë. E ajo vajzë që ikën të martohet pa lejen e prindërve, le ta mendoj këtë skenë, e pastaj le të kujtohet mirë për atë që pason. Shumë të rinj rebelohen ndaj prindërve të tyre, ku vajza fshehur azi fillon lidhje dashurie, e pastaj pa pëlqimin e prindit martohet, ndoshta edhe pa lejen e tyre. Po ashtu edhe djali martohet me një vajzë pa lejen e familjes dhe prindërve, në emër të dashurisë së jetës. Kurse e fillojnë jetën e tyre në rebelim, duke shkelur elementet kryesore të familjes. E pastaj do të pritet prej tyre që të edukojnë fëmijët e tyre se si duhet të jetë respekti ndaj prindërve dhe familjes. Një i rebeluar ndaj prindërve ta mësoj fëmijën se si duhet të respektoj prindin. Feja islame erdhi për ta çliruar njeriun prej këtyre koncepteve të gabuara, në lirinë e dashurisë së vërtetë dhe vlerave të vërteta. Njeriu duhet të çlirohet nga burgu i reklamave dhe zbukurimeve që i bëhet haramit. Ne nuk duhet të pranojmë si të mirë gjithçka vetëm se media thot ashtu. Përmes medjeve po bëhet reklam se është normale të kesh të dashur dhe se është turp të jesh single në ditë të sodit. Por mos haro, jeta është e jotja dhe ti vendos se çka do të bësh me të. Andaj, jeto për kënaqësinë e Allahut e jo për kënaqësinë e njerëzve të cilët nuk e kanë dertin se ku do të përfundosh ti. Vish mbulesën dhe mos u turpro për asgjë. Kur Lady Gaga, një këngëtare devjuar, vesh fustanin me copa të mishit dhe të gjithë të tjerët mendojnë se kjo ishte diçka e bukur dhe shumë artistike, atëherë as pak mos u mërzit për mendimet e njerëzve, sepse ato asnjëherë nuk do të tregojnë se çka është e mirë për ty, por vetëm se çka është e bukur për syrin e tyre. Andaj jeto sipas rregullave të Allahut e jo sipas rregullave të shejtanit. Perceptimi i emocioneve hormonale si dashuri është një gabim i madh, sepse në emër të kësaj
që dikush mendon se është dashuri, po shkatrohen familje, po prishen raportet me prindërit, prishen me familjen, ja prish dikujt lidhjen martesore, ja shkatron dikujt jetën. E pastaj thot se kjo është dashuri? Për hir të Allahut, ndërpre me leximin e librit të Romeo dhe Julietës dhe fillo të lexosh Kur'anin që të mësosh se çka duhet të bësh në jetë dhe rregulloje jetën tënde, sepse jeta nuk është film serik e as jetë virtuale, por një realitet që duhet të ballafaqohesh me të. Sepse sot e gjithë zinaje që kryhet në këto ditë, pastaj smundje që paraqiten si sida apo sifilizi, abortimet e shumta, të gjitha këto arsyetohen në emër të dashurisë. Kjo është fatkeqësi e jo dashuri. Nëse dikush e don dikë, le të martohet me të, e jo të qëndrojë në lidhje dashurie. Telefonata, biseda dhe takime, këto të gjitha janë haram në fen tonë dhe nuk lejohet njeriu të provojë nderin e njerëzve e pastaj të thotë jo, nuk më pëlqen. Allahu xhaleshanhu tregoi për ata të cilët kryejnë amoralitet dhe zina, se do të kenë dënimin të dyfishuar në botën tjetër. Ata që nuk janë musliman dhe e kryejnë do të marrin dënimin e tyre, por muslimani do të marrë të dyfishuar shkaku se e ka ditur që është e ndaluar, është haram, e përsëri e ka kryer. Prandaj thot Allahu xhaleshanhu në surën Furqan, ajetin 68 deri në ajetin 70, Bismillahirrahmanirrahim, "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون." Thot Allahu xhaleshanhu, edhe ata që pos Allahut nuk lusin zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë dhe që nuk bëjnë zina, pra kurvëri. Allahu xhaleshanhu e radhit zinan pas shirkut dhe vrasjes si një ndër krimet më të shëmtuara, sepse të gjitha këto mëkate cënojnë dinjitetin dhe të drejtën e njeriut. E më pas në ajet Allahu xhaleshanhu thot, "Wa man yaf'al dhalika yalqa athama." Ndërsa kush i punon këto, ai gjen dënimin. E për të ardhur në atë që tha më herët, se këtij njeriu i cili ka kryer këto mëkate apo njërin prej tyre, do të gjejë në ditën e gjykimit dënimin e dyfishuar. Thot në vazhdim në ajetin tjetër Allahu xhaleshan, Bismillahirrahmanirrahim, "Yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yahlud fihi muhana." Ati i dyfishohet dënimi ditën e kiametit dhe aty mbetet i përbuzur për gjithmonë. Por Allahu xhaleshanhu nuk është që e dëshiron dënimin e robit të tij dhe ndëshkimin e tij, po as që ja ka mbyllur të gjitha dyert dhe e lë të vazhdojnë atë akt, shkaku i mospasjes rrugdalje. Por sa Allahu xhaleshanhu është i mëshirshëm dhe i fal gabimet e besimtarve, nëse ato pendohen për atë vepër dhe kërkojnë falje dhe përmirësojnë gjendjen e tyre, që mos vazhdojnë të jetojnë jetën e tyre në shfrenim. Në fund thot Allahu xhaleshanhu, Bismillahirrahmanirrahim, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Përveç atij që është penduar dhe ka bërë vepra të mira, të tillave Allahu të këqijat u shndëron në të mira. Allahu është mëshirues ndaj ai falshum. Pra nëse njeriu pendohet, fillon të besoj dhe të veproj punë të mira, Allahu xhaleshanhu nga mëshira e tij ja shndëron mëkatet e tija në vepra të mira, saqë në ditën e gjykimit mëkatet e tija të mëparshme do t'i gjejë si vepra të mira. Andaj kjo derë është e hapur për ju dhe pret të hyni përmes saj. Është fakt i pamohueshëm se rinia e sotme janë në një sprov, edhe atë sprov shumë të rëndë, që nuk është parë më herët në histori. Kjo lakuritësi e gjinisë femrore, si që është sot, nuk ka qenë asnjëherë më parë në historinë njerëzore. Andaj, këtu në shtetet perëndimore, i riu është në një sfidë në të cilën mund të thellohet shumë në harame, por edhe mund të e fitojë xhenetin,
siç thuhet në hadithin të cilin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, për 7 kategoritë, të cilët do të jenë në hijen e arshit. E një prej tyre është edhe i riu, i cili është rritur në adhurim ndaj Allahut, dhe po ashtu një person i cili ftohet për të bërë zina nga një grua e bukur dhe autoritative, e ai thot se unë i frikohem Allahut xhaleshanhu. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 660 dhe Imam Muslimi në Sahih me numër 1031. Hasan el Basriu, një prej tabiinëve, ka thënë: sikur të më mbylli në një dhomë me ari, altan, jam i bindur se nuk do ta prek atë, por nëse më mbyllin me një vajzë, atëherë nuk jam i sigurt. Pra, sprova e grave është e rëndë, sa që të gjithë popujt e mëhershëm janë sprovuar me fitnën e grave, ku edhe në një hadith që e transmeton Usame bin Zeid radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa. Nuk kam lënë pas vete fitne apo sprov më të dëmshme për burrat se sa gratë. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 5096, Imam Muslimi në Sahih me numër 2740 dhe të tjerët. Në Kur'an, në surën Ankebut, në ajetin e 2, Allahu xhaleshanu thot: Bismillahirrahmanirrahim, e hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A menduan njerëzit se do të lihen të thonë ne besuam e të mos vihen në sprov? Pra Allahu xhaleshanu do të na sprovoj. Por lum ai i ri dhe ajo e re që i shmanget fitnës dhe shpëton besimin e vet. Ti do të vihesh në sprov. Në shkollën tënde, kur ti je një djalosh i ri, ndoshta i moshës 18-19 vjeçare, kur hormonet janë rënë për të kontrolluar, e ti në studime së bashku me kolegët, të cilat janë të veshura në mënyrë provokuese, po ashtu sprovohesh gjersa ecën edhe në rrugë ose në rrjete sociale, ku ndoshta edhe në këtë momente shkruan me ndonjë të sapo njoftuar në Facebook, e nëse dëshiron ti ikësh fitness, fshi ato shok apo shoqe me të cilët nuk të lidh asgjë pos haramit. Ule shikimin, sepse edhe shikimi do të ketë përgjegjësi, siç thot Allahu xhaleshanu në surën Isra në ajetin 36, Bismillahirrahmanirrahim, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Për dëgjimin, shikimin dhe atë që keni në zemra, për të gjitha këto do të pyeteni. Gjithashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin e përcjell Ibn Abbas radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: el aynani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Dy syt bëjnë zina, e zinaja e syrit është shikimi. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu, Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi. Është normale se do të sprovohet vajza e re me rënje në këtë mëkat, kur ajo veprimet e ditës së saj, gjithçka që bën, i poston fotot në Facebook, kur han, kur del në shëtiqe, kur rrin me shoqet, bile edhe në garderobën e saj apo në banjë kur shkon, postojnë fotot e tyre në rrjetet sociale, e që pastaj me mira djem të panjohur do ja pëlqejnë dhe ti komentojnë në fotografitë e saj. Është shumë pranë logjikës se kjo vajzë do të bie prej e fitness dhe rrjetit të shejtanit, i cili tërë ditën mundohet të gjejë metodën se si ti mashtroj të rinjt dhe të rejat. Sot edhe shumë të rinjt dhe të reja fillojnë biseda me të panjohur, duke u arsyetuar në atë që i bëjnë njëri tjetrit thirrje në fen islame, po i bëjnë davet, e që pastaj të shohësh në fund të bisedës kërkesë për dalje në takim. Pra, filloi biseda thirrje për në fen e Allahut dhe përfundoi si thirrje për në gojen e shejtanit dhe gropën e xhehenemit. O ti ri dhe e re, kur të vish në këtë moshë, ti je përgjegjëse për fen tënde, e nuk është prindi më përgjegjës për ty. Ti do të japish llogari për të gjitha që i vepron, sepse ti ndoshta fshihesh prej syrit të prindit, apo mundohesh të mbash lidhje sekrete me ndonjë të gjinisë së kundërt, por haron se Allahu xhaleshanu të sheh dhe nuk ka vend ku mund të shkosh që Allahu mos e di se çka ti vepron. Andaj, si mendon se je duke mbajtur një lidhje dashurie sekret? Prej kujt e mban sekret? A mos mendon se e fsheh edhe prej Zotit të botëve, i cili din gjithçka? Në fen ton,
Ndoshta ti e konsideron veten të re në moshë 14-15 vjeçare, por në sheriat ti ke përgjegjësi dhe do të llogaritesh sikur i rritur. Andaj, kujdes në sjelljen, veshjen dhe qëndrimin tënd. Nëse je i ri apo e re dhe nuk mund të kontrollosh emocionet apo pasionet, atëherë zgjidhja e kësaj është martesa e jo flirti. Transmeton Ibni Abbasi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk kemi parë për dy të dashuruar si zgjidhje më të mirë se sa martesa. Këtë hadith e shënon Ibni Majah në Sunan me numër 1847 dhe Hakimi me numër 2724 dhe e konsideron hadithin sahih, po ashtu e konsideron edhe Busairi në librin e tij Az-Zawaid. Martohu që të arrish të kontrollosh emocionet. Po ashtu, nëse nuk arrin edhe përmes kësaj të largohesh nga fiksimet e shejtanit, atëherë agjëro, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se edhe kjo është zgjidhje. Largoje syrin nga shikimi i gjinisë së kundërt. Mos dëgjo këngë të cilat e nxitin epshin dhe dashurinë haram. Mos shiko filma që janë të destinuara enkas për shkatrimin e moralit. Mos kontakto me njerëz të cilët nuk është e nevojshme biseda me ta. Ke kujdes në internet nga shoqërimi dhe biseda me njerëz të ndryshëm. Mos posto fotot personale, nga që ato sot po keq përdoren në shumë forma. Po ashtu ke kujdes ibadetin, namazin, dhikrin dhe leximin e Kur'anit. Afrohu me musliman të ndershëm dhe të kujdesshëm në moralin e tyre. Ndihmo në shtëpi, merru me diçka, e mos bëj tërë ditën filma romance të Hollywoodit tërë ditën në kokën tënde. Do të gjesh shërimin e zemrës, që pastaj të mos kesh nevojë të japësh rëndësi ditës së Valentinit, sepse ti ke ideale shumë më të larta dhe fisnike në jetë, sesa të madhrosh festat e priftërinjve krishterë. Dashuria mund të kthehet edhe në smundje dhe në stresime psiqike. Shumë njerëz, kur ju thotë se është haram të festohet apo edhe vetëm të dallohet një festë e huaj, ato kthejnë fytyrën dhe konsiderojnë se kjo nuk është mëkat. Bile edhe nëse e konsideron mëkat, nuk e sheh të rrezikshëm. Por sahabiu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë në një fjalim të tij: besimtari e sheh mëkatin si një kodër që frikohet të mos bie mbi të, kurse mëkatari e sheh mëkatin si një mis që është ndalur në hundën e tij dhe mendon se e largon me lehtësi. Nuk kërkohet lumturia vend e pa vend, sepse njeriu si i hutuar vrapon pas shumë gjërave në këtë jetë me shpresë se do të gjejë lumturinë, por në shoqërinë e atyre që gjenden këto festime të shthurura, pasuria dhe dëshirat me pasion, shohim se nuk janë të lumtur dhe shpëtimin e gjejnë vetëm në vetvrasje. Pra, kjo nuk është vendi ku duhet të kërkohet lumturia, por në ato që me të vërtet janë vlerë e muslimanit, si feja, adhurimi, familja, fëmijët, bashkëshortja apo bashkëshorti, e të tjera. Pra, Islami nuk e ndalon dashurinë, por nuk lejon që ajo të shfrenohet dhe të sillet vërdall. Dikush thot se unë dua gruan dhe i dërgoj dhurata në këtë ditë. Po përse mund në këtë ditë? Bëje këtë në ndonjë ditë tjetër. E ju mund në ditën e Valentinit të bashkohesh dhe të solidarizohesh me pabesimtarët në festat e tyre. Dhënia e dhuratave apo ushqimeve është traditë islame. Bile Islami e nxit atë, por jo të kryhet ajo pse atë ditë e kryejnë edhe pabesimtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se më i miri prej jush është ai i cili është më i mirë me bashkëshorten e vet, por këtë le ta ketë në jetën e tij bashkëshortore, pa datë të caktuar, por çdo herë gjatë tërë kohës. Pra, dashuria nuk ka ditë që ti duhet ti përkushtohet në të, por ka një jetë në të cilën ti duhet të përkushtohesh për dashurinë ndaj Allahut, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj fesë, ndaj prindërve, ndaj bashkëshortit, ndaj fëmijëve. E kur të mbush këtë zbrastir në zemrën tënde me këtë dashuri, nuk do të ngel vend për dashurinë haram. Për fund, ju ngeleni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.